Fëmijët që marrin penzion nga shteti dhe familja nuk ja prek lekt. A ka të drejtë prindi që t'jep zekatin? Domethënë fëmia është me disa pasoja që shteti e ka parashiku me i dhon penzion këtij fëmije. A duhet me dhon zeqat për ato pare? Themi po, jepni zeqat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë sadakaja nuk e pakson pasurinë, edhe zeqati është pjesë e sadakas. Bile është më i vlefshëm se sadakaja. Çdo shumë e pareve që hyn halal në shtëpi, duhet për të me dhënë zeqat. Domethënë normal nëse plotësohen kushtet, edhe në këtë rast nëse janë plotësuar kushtet shuma, kanë nejt ato pare më tepër se një vit, atëherë jep zeqat për to. Elhamdulillah, lutë Allahun që t'ju shpërblej për sprovën me të cilën jeni godit, të bani sabër, t'ju jep lehtësim, edhe t'u kompenzojnë dunja dhe në ahiret kretë këtë mund me mirësitë e tij Zoti. Edhe atë vllatë Zoti ja urujte, ja u bekoft, e ju bëft sebeb që ai me u bashkaktar me hyrje me lejet Zotit Azza wa Jall në xhennet, të gjithë së bashku.